Qeveria po shikon si mundësi subvencionet për transportin urban, në mënyrë që të mos ndërpritet shërbimi për qytetarët. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, theksoi se do të shqyrtojnë çdo propozim të dhënë nga shoqata e transportit, në mënyrë që të mos preken qytetarët. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muaj që çmimi ishte rritur në një nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera. Mëtej, Ministri i Bujqësisë Andi Salla sqaroi dhe çështjen e karburanteve për fermerët, teksa u shpreh se qeveria ka një skemë rimbursimi, i cila i kthen mbrapsht 10% të kostos së shpenzimeve. Vlera e cilën ne kemi akorduar pikë 5.2 miliard lekë këtë vit pranë AZBR-s për mbështetje ndaj fermerëve është në konceptin për të ulë koston dhe ne kemi bërë një proces gjithëpërfshirës që të gjithë fermerët të angazhohen dhe të jenë pjesë e kësaj pakete, duke aplikuar, duke përfituar dhe duke pasur parasysh dhe masat dhe aplikimet e cilët ne kemi vendosur si mas dëgjesave të cilët kemi bërë nga fermerët. Dhe kjo është një paketë gjithëpërfshirëse ku mund të them që 10% i faturimit që ata kryen sot është një vlerë shumë herë më e madhe. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj bëri me dije se është krijuar portofoli digjital, i cili mundson administratës kryerjen e shërbimeve pa dokumente në letër.